kur ata flejshin, unë u zgjoisha për me studiu, mi kthy të njëri tjetri, për kroja që gjithmonë ja kemi jep njëri tjetrin, ka qenë shumë e vlefshme. Me të vërtetë që sikur të kisha shku vet, migro krejt kësaj pune, nuk di ja kish shku qëtë mënyrë. Nuk e besoj. Është shumë kënaqësi për mua sot me qenë me Albulena Bytyqi Beqiri, një vajzë, grua, e cila ka studiu shkencat e matematikës, që jo për krejt janë të dashura. Matematika jo për krejt është e dashur, po me një kombinim tash me inteligjencë artificiale. Mirë se erdha, Albulen. Mirë se të gjej Vlera, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit ty që ju ke përgjigj ftesës. Albulen, realisht ju keni studiu për shkencat matematikës, edhe tash po punoni në kompani softwareike, siç e di, po ku gjendet ky kombinim, ju keni studiu në Turqi gjithashtu? Mandej flasim ma detajisht edhe për pjesën e studimeve, po fillimisht ka dashnia për matematikën? Dashnia për matematikën prej shkollës fillore ka fillu, e kam pas një arsimtar që shumë e kam dasht, edhe ai na ka dasht njëve shumë. Emrin e ka Isuf. Ka qenë një arsimtar shumë i mirë edhe prej fillimit gjithmonë i kam dashur me zgjidhje detyrat, jam kënaqur të zgjidh detyra. Mandej edhe shkollën e mesme e vazhdova drejtimin matematik e informatik. E pastaj edhe fakultetin e kështu me radhë. E kam përcjell, se kam lënë. Shumë mirë, Albulena. Ju bashkë me bashkëshortin keni studiu edhe keni ndërtu, keni kriju një farforme, bashkëshortësia ju ka fillu në Turqia, po? Njëkohësisht... Jo, në Kosovë. Në Kosovë. Po, me thonë atje keni bu bashkarisht prindërimin e keni fillu edhe bashkë me studimet, edhe dhe me thonë që nuk është diçka shumë se gjithmonë na i bojmë ato kalkulimet, gruaja duhet mas pari mu shkollu, mandej mu martu, me bo fëmijë, gjithmonë janë këto dilemat, që thash edhe ma herët që po mdoket po na kalojnë vitet e jetës, na halatu analizu cila është ma e mira. Qysh ka qenë për ty ky rrugtim? Me bashkëshortin jemi njoftu këtu në Prishtinë, unë isha në përfundim të studimeve, njashtu edhe ai, edhe unë njoftum, u martum, kemi jetu diku afërsisht një vit e gjysmë Kosovë, e pastaj kemi apliku për studime jashtë shtetit, u pranum për studime jashtë shtetit në Turqi edhe e vazhdum jetën atje. Asnjëherë nuk ka qenë as në mendjen tonë, e lëmë në planin tonë që një herë karjerën e mandej familjen. Kemi dashur që të dyjat në të njëjtën kohë me zhvillu, edhe falë Zotit na ka shku mbar mirë, me vështirësi ka pak, po tash sot kur e kujtoj kohën që ka kalu, ja ka vlejt gjithçka. Asnjë send, po pak mund, s'po buhet, po shumë kënaqësi prap. Edhe tash jam kthy prej Turqisë me një diplomë, po edhe me 2 diploma tjera, domethënë kam vajzën edhe djalin, edhe e jemi një familje e 4 anëtashe për momentin, kështu që mirë, shumë mirë. Prej këtën e 2 diplomë, domethënë 3 diploma, 2 fëmijë edhe një diplomë kështu, cila është ma e vlefshme për një grua, një vajzë? Padyshim që familja. Padyshim që familja. Nëse muj me përmbledh pa nënçmim ndaj dikujt tjetër, po preferoj me u plak me fëmijë edhe një pa mbesa se sa një diplomë të varur në muri. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Gjithmonë familja është parësore. Pa marrë parasysh çka ki planet e tjera me bo, nuk e shoh familjen ose fëmijët më saktësisht si pengesë. Po ata ka nevojë për një përkushtim, për një punë, për një angazhim edhe kujdes shumë të veçantë, po asese kjo nuk ka qenë pengesë për qëllimet tona, të mia personale. Po realisht, Albulena, për ty, më thonë, kjo pjesa familjes absolutisht nuk e ka pengu këtë procesin e studimeve. A mundesh me na tregu çysh ka qenë, do më thonë, çysh kanë qenë studimet konkretisht në Turqi, edhe njëkohësisht vështirësit ose lehtësira që i ke gjetë? Okej, po filloj me një kronologji, tamam qysh kemi shku edhe çka kemi përjetu. Kështu, do më thonë, kur u pranum për studime, çka kisha pas qef me cik është që kemi qenë shumë në atë
periudhën drithruese se kush po pranohet, apo pranon a veç on, ose veç burri, apo asnjoni, edhe ka qenë me të vërtet një periudhë e vështirë derisa kemi marrë përgjigjen. Edhe kur e morëm vesh që jemi pranu të dët, ka qenë një gëzim shumë i madh, sepse e kalum në sprov, pritën tjerat me radhë. Edhe shkum mandej në studime, unë kur kam shku, kam qenë shtatzone 5 javshe. Edhe pak ka qenë normalisht vështirë, sepse në vitin e parë kemi qenë të ndarë me bashkëshortin. Ai është akomodu në një konvikt vetëm për me shkojt, në kuadër të fakultetit ku ai është pranu, dërsa unë në konviktin e vajzave në kuadër të fakultetit tëm. Edhe kemi qenë ndaras, edhe kështu kemi vazhdu për një kohë, thuajse gati kur u afru koha për lindje, kur e linda vajzën. Mandej edhe vetë periudha derisa kemi gjetë një vend banem ka qenë një histori tjetër, ku këtu kisha pas qef me i përmend disa njerëz, cilët kanë qenë shumë të afërt me neve. Studimet jashtë shtetit, njënën prej vështirësive kryesore është që ti nuk e ki familjen e afër, edhe veç faktit që jemi një vend të huj, pa marrë parasysh pse Turqia është afër edhe e shohim si një vend që i ka kulturën paka shumë të ngjashme me neve, ti prap je i huj në qatë vend. Po njerëzit e afërt edhe shoqënia e mirë ta zavendësojnë pak familjen deri diku. Edhe janë shumë përkrahje që ti ki nevojë. Këtu dishta me përmend Agjin Ismail, apo Ismail Osmanin, është një familje që vjen nga Kumanova dhe që jetojnë në Stamboll. Pastaj edhe familjen Gruda, Trimi dhe Lira, Jetoni e Mira, kanë qenë njerëzit më të afërt për neve që na u kanë gjenë në ato kohë më të vështira. Agji Ismail, me thonë banesën e vetë e ka liru për neve, edhe... Gjatë kohë sa ishin konvikte? Po, se e ka qenë shumë vështirë për me gjetë një banesë, se mundeshte me gjetë dikun ku është ofër për fakultetin temë edhe të një kursisht edhe për të burrit, edhe me gjetë një farmese, çmimi mos me konë shumë shtrejt, edhe gjitha këto mundeshte me gjetë. Po, lyp, fund të apet të shqiptartë. Edhe e gjetëm, Allah është përbleft, mandej u pozicionum, edhe fillum e kryum familjen, shkojnë këtë mënyrë viti i parë. Këtu kisha pas qef me theksu diçka tjetër, se kur ti ki nevojë për diçka, edhe që ajo të ofrohet halo as pa e kërku prej dikujta, kjo është një ndihmë halo edhe më e madhe për ty, që ka vlerë edhe më tepër. Viti i parë i studimeve ka qenë njëri prej viteve pak më relaksuese për neve, për arsyeën që ka qenë koha kur na e kemi qenë të angazhuar me mësu vetëm gjuhën turke. Njëra prej kushteve për që jemi pranu me programin cilin kemi shku në Turqi për studime është që është obligu për vitin e parë me mësu gjuhën turke. Edhe këtë sen e kom pa që disa prej kolegeve nuk e kanë pëlqy për shkak që e kanë konsideru ndoshta si humbje kohe, po unë personalisht gjithmonë më kanë intrigu gjuhët e huja, edhe kom pas qef me mësu edhe një gjuhë të huj, me qenë se veç po shkoj me jetu aty, pse mos me mësu. Edhe ka qenë viti më i mirë për shkak që të njëjtën kohë e kemi mësu gjuhën turke dhe të njëjtën kohë e kemi eksploru qytetin më shumë. Na ka jep pak më shumë hapësirë me u njoft me vendin, me mësu sistemin e jetës atje, kulturën, traditat, edhe gjithçka tjetër. Edhe ky ka qenë viti kur kom kriju shoqëni prej vendeve të ndryshme të botës, sepse në kursin ku e kam mësuar gjuhën turke, kemi qenë një mix i kombeve të ndryshme prej botës, prej Jordanisë, Malezisë, Tajlandës, Tajikistanit, Rusisë, Gjeorgjisë, Palestinës, Bosnjës, Shqipnisë edhe Kosovës. Edhe krejt kemi qenë bashkë, edhe sot e kësaj dite e kemi shoqëninë halo aktive, e kemi një grup në WhatsApp ku jemi aktiv, madje profesoresha e gjuhës turke, vitin e kalum naftoj në dasmën e saj, po për shkak të angazhimeve që i kisha nuk mujta me shku, edhe pse pata shumë qef. Edhe me të vërtetë që është kënaqësi kur ti nesër do me shku me një vend huj, ki dikush kush të pret edhe të udhëzon qoftë me shetit ose me eksploru diçka më mirë. Edhe pasi e kryta e përfundova vitin e parë, u dashke me vazhdu me vitin tjetër të studimeve. Mirë po, këtu dul edhe një pengesë, që unë e konsiderova në fillim si pengesë, po ka qenë urtësi edhe ka qenë shumë më hajër dhe më mirë për neve. Unë jam pranu për studimet matematik master, edhe fakulteti ku jam pranu
ka qenë në kuadër të Institutit të Shkencave. Fakultetin që e kam përfundu bachelor këtu në Kosovë, ka qenë drejtim tjetër. Edhe për këtë arsye, më ka dosh me mbajt një vit hazırlıkut, i thonë atje, që është dosh me i plotësu disa lanë të cilat nuk i kam pas këtu në Kosovë. Edhe fillimisht e mora si një vit që po më shkon koha, është huq edhe s'ka nevoj. Ti kishe vajzën e vogël? Po, edhe vajza ishte e vogël, veç 4 muajshe. Edhe mandej kur nala me analizu pak ma mirë, u pajtum fillimisht me këto, edhe me të vërtet që ka qenë ma herë për neve, sepse gjatë këtij vite unë përpos që isha të e kriju familjen, lindi vajza, mandej edhe vetë krimi edhe ndërtimi i një familje tamam në çdo aspekt ish e re për neve të dyve si çift, shtoja kësaj studimet, vendi i huaj, vështirësitë e tjera, çu financiare, gjithçka tjetër, ka qenë kogja një farë bombe për neve. Edhe ky vit ke pak ma relaksu sepse nuk e kisha shumë të ngarku me legjerata, edhe njëjtën kohë dhe isha nane e re. Pa marrë parasysh edhe pse gjithçka jep, po apet si apet është një rol i ri për ty. Edhe unë isha tu mësu me atë rol. Edhe kështu që gjatë kësaj kohe, burri ka qenë ai përkrahas, jo vetëm gjatë kësaj kohe, po gjithë rrugtimin ka qenë përkrahasi dhe mbështetësi kryesori imi, për cilën jam shumë falenderuese. Ai i ndërpreti studimet e tij për këtë vit, edhe për krahke mu. Qysh për krahke, bashk me vajzën shkojshim në fakultet bashk. Për shkak që nuk musha me lënë vajzën të shtëpia vetëm me ta, ka qenë pak një fëmijë që s'ka mujt me lënë, thjesht ashtu i ka pas nevojat edhe kërkesat e saj, edhe u dashim me dalë bashkë në fakultet ligjërata, edhe ti qëndrojshe në ligjërata, ai qëndrojke me vajzën jashtë? Ai qëndrojke me vajzën në korridor, në ndonjë sallë ku e gjej këtë lirë, në ndonjë klas tjetër, kudo qoftë, veç sa me qëndru afër. Edhe gjatë ligjëratave, kur unë i zaj bebës të qajt, e dishin që është qika jeme, edhe mjafte keni miratim i kokës profesorit që del Albolina, edhe mundesh me dalë edhe me plotësu nevojat vajzës. Edhe këtu dishta me cik një sen që në Turqi që e kom gjetë për krahje prej popullit, profesorve, kolegve, madje edhe personelit administratës që kur nuk na kanë këqyr me një sy të pengesës, ose çka po lypti këto, ose jetu na bo zhurmë, ose diçka e tillë. Jo, përkundrazi çdo herë na kanë përkrah qysh kanë mujt. Ka pas maca plot në Istanbul, e afreshin qikën, lushin me ta, ma afreshin një klasë për me ushqy vajzën, me ndru, edhe gjithmona kanë përkrah, edhe kur nuk e kom ndi dhe me thonë në vetën të tepër, se s'kanë bo. Kjo ka qenë për një me letësim shumë për mu, edhe për bashkëshortin njëjtë në kohë, edhe në këtë mënyrë shkoj, edhe me thonë që ky viti i parë. E pastaj, vitin tjetër kur tamani fillova studimet e magistraturës, njëjtën kohë filloi edhe burri. Mandej tash ish problemi qysh me i menaxhu oraret e tij, fëmijat, fëmijën, edhe gjitha këto. Po burri jam e ka një sen që shumë pëlqen ai. Leja kohës ka dalë rrjedhin edhe bin senet në vend. Edhe tash na ishim për verë në pushime këtu në Kosovë, qysh me ja bo tash, qysh kena me ja bo, isha ngajle dira sikur na gratë që dim ka njerë me mbi ngarku veten. Edhe dashti zoti burri u pranu me një punë atje në Istanbul si arkitekt në një firmë turko-amerikane. Shefja e tij, Alexis, ka qenë një prej grave shumë përkrahse, jo veç ndaj burrit që e kish punëtor të vetin, po edhe ndaj meje dhe familjes tonë. Ja ka mundësu që me punu veç 2 herë në javë në zyre, e ditët e tjera me punu prej shtëpisë. Edhe në këtë mënyrë, dhe me thomë, arrite me i menaxhu ditët kur mu dashke me shku në fakultet për ligjërata ushtrime, burri kujdeset për vajzën në shtëpi, ndërsa kur kthehesha unë, pastaj ai vazhdoi me angazhimet e tij. Madje ka pas raste kur ai me nxon pjesën e ligjëratave të tij, unë niske me vajzën prej shtëpisë dhe u takojshim në ndonjë stacion tramvajit, ma dorëzoi paketën edhe mandej unë kthesha në shtëpi dhe ai vazhdoi me angazhimet e tij. Edhe çështë kena mbri me menaxhu ditën, shtoja kësaj faktin që unë kom pas edhe obligime të shtëpisë, obligimin më kujdes për vajzën, më angazhu me ta, edhe të tjera. Krej këtu janë menaxhu me mas pari me vullnet, me qef, me njet, edhe normalisht me përkrahin e njëri tjetrit.
kur kom studiu. Do me thonë, nëse ditën e kom pas kaq shumë me angazhim edhe me punë, kur kom gjetë atëherë kohë me studiu, natën. Ditën, gjithmonë më isha me gjetë një pjesë të kohës kur e vendosësha fëmijët në gjumë, se mas një kohë edhe djalin. Mas sa kohë, okej? Se me një, për mëdoj, okej, e keni menaxhu diqysh? Po qështë njëjtën mënyrë e kemi vazhdu edhe me djalin. Kur lindi edhe djali, edhe koha kur ishtisha në gjumë fëmijët, edhe unë e flesha me ta. Edhe gjithmonë e kam bu me njëtin e synetit pejgamberit a.s. Edhe me të vërtit që kem ka sjell edhe mu fuqi. Mandej mesha energji, edhe natën u qajsha, fëmijët ishtisha në gjumë, natën u qajsha edhe studiesha. Do më thonë gjatë ditës? Kjo pjesa e gjumi ditës ke fjalla? Po, gjumi ditës, po. Ditën flesha pak, pushoj sa saj fleshin edhe fëmija, mandej natën kur ata fleshin, unë u zgjojsha për me studiu, edhe pse ka njëherë së mdel ke gjumi prej lodhis angazhimeve, po në këtë mënyrë jam mundu me i menaxhu angazhime ditore të familjes, fëmijëve dhe gjitha këto. Edhe me bereqetin e Zotit, kena mbri me kry me sukses ko gjatë mirë. Albulen, kthehem prap, e vazhdojmë bisedën, po vazhdojmë me një blok marketingu. Albulen, përshkrimi shumë impresionus, motivus, po nashta pse unë e kam rolin edhe të nanës, edhe do më thonë e di paka shumë çfarë vështirësi mundet me kalu dikush kur don edhe me studiu, edhe me punu nashta, qysh ka qenë bashkëshorti juaj, po njëkohësisht do më thonë edhe për ju edhe angazhimet mrena shtëpisë, që janë të pa shmangshme, se ti studimet mundesh me i lonë, për shembull, po shtëpinë asnjëherë. Po do ka shumë motivuse, po me paramendu edhe pjesën e atë lodhjen. A ka pas në moment kur për shembull ke mujt mundje me thonë a diçka pse pjopi vetit zor. A ka pas që si momenti dhe ku e ke gjetë motivin? Se dhe nëse i ke pas ti i ke te i kalu me veç faktin që i ke arrit që ato objektiva. Po vlerë ka pas. Sidomos që i viti i parë, kur e përmenda me vajzën 4 muajshe që i fillum, u ko një dit që ka qenë me shi, edhe ftoft, edhe na shfrytëzojshim transportin publik, e që edhe kjo është një sfidë në vete, një 2-3 herë kena hup, derisa i kena mësuat sistemin e transportit që shkon lidhjen me metrobus, tramvaj, metro, krejt këto. Edhe kjo është një përvojë tjetër që arrin me mësu me një vend huj kur shkon. Edhe, dhe me thonë, e mesha vajzën, në për qatë shi, në për qatë mëtë, edhe shkojsha ligjerata, edhe një ditë qatë shumë u mërzita për vajzën, tash, aja vlen, une, vajzën teme me mundu kaq bebe të vogël në për këtë mëtë, edhe për mundime dhe qefet e mija, andrat e mija. Njëherë me ndova qëtë mënyrë, edhe keshtu u dërzu.
po burri, Allah e shpërbleft, është qaj që vazhdimisht më ka përkra. Okej, na jena nis me njetin, edhe me planin, edhe me gjitha ato andra që i kena pas, po ka njëherë janë do momente që lodhësh, ka njëherë janë do momente që ti me ndonë më dorëzu, se nuk e gjenë atë motivin, se na jena njerës që bateria na nëshon, edhe kena nevoj për mu rimbush. Edhe gjithmonë jemi kthy të njëri tjetri për kraja që gjithmonë ja kemi jap njëri tjetrin ka qenë shumë e vlefshme. Me të vërtetë që sikur të kisha shku mi gra krejt kësaj pune, nuk di ja kish shku qëtë mënyrë. Nuk e besoj. Edhe është ma lezet, është një farë kënaqësie ma ndryshe kur e ki shokun e jetës për krah gjithë këtyre andrave dhe i bëni bashk, i ndjeni bashk, i hjekni bashk, është ka kuptim krejt ndryshe. Para kësaj normalisht që është njeti për Zotin edhe njeti për me arrit diçka të mirë dhe të hajrit, e pastaj edhe familja që gjithmonë na kanë përkrah, edhe familja ime, edhe familja bashkëshortit, kur nuk na kanë lënë, gjithmonë na kanë përkrah me mënyrat e veta, qoftë financiare, qoftë përkrahje morale, gjithmonë kanë qenë që na kanë përkrah. Po më intereson se këtë përvojën e fëmijët parë, vetëm e kom pas edhe unë, edhe do të thonë për mu të paktën se fëmija i parë një farë forme është një farë ti tha tu mësu, do me thonë tu kujdes për to dhe tu mësu, po realisht se ti pavarësisht që lexon, interesohesh, ki burimet informacionit, po prapë se prapë është ndryshe kur ti ballafaqohesh me qatë përvojë. Edhe na kemi pas asi momente, do me thonë që kemi qenë komplet vetëm edhe tu kajtë dhe të më se ditë, se cili të japë mendime pse po kanë. A keni pas, do me thonë që jeni gjetë në qëto situata, se në qato momente janë shumë sfiduse, po tash kur i kujtoj, do me thonë tinglojnë shumë qesharake, pavarësisht që... E vërtet, kur e kujtoj prapë, thëm, veç me ndihmën e Zotit, kena arrit me ardh deri që to. Allah është përblef burin, dhe me thonë, në qato momente kur më pau mu, në ato emocione dhe në ato gajle dhe dirte, ke i gatshëm qatë masa që mi ndërprej studimet e ti, veç që me më përkrah mu. E kjo është një sakrificë kogja e madhe, që e vlerësoj shumë të aj, edhe në qëtë mënyra rritë më ndej me u balancu, se si kur në qatë vitin e parë, kur dytë u banë më prend, jo veç unë u banë anon edhe aju bo bab, ishtë një rol i ri për dyve neve, edhe në këtë mënyrë ka dale u adaptum me jetën Stamboll, me të qinurit prend, me krimin e familjes, angazhimet, fatura, shpenzime, gjitha këto dhe me thonë ishin të imësu veç vetna, me një vend huj, me njerës huj, kultur të huj, edhe shtoja kësaj angazhimet do me thonë për studime, lodhja, energjia që ta shtjerë Stamboll, e krejt këto. Albulin, pjesën e studimeve, do më thonë, e spjegove, tregove që shka qenë atje, po ju atje keni studiu master. Po studimet Kosovë, do më thonë i keni bo bazikun e studimeve këto, a mundeni me bo një krahasim ose dallim të kësaj pjesët studimeve këtu edhe atje? Po vlira, unë këtu në Kosovë kam përfundu studimet për bachelor në Universitetin e Prishtinës, ndërsa në Stamboll, do me thonë, studimet master. Ajo që kisha pas qef me specifiku disa dallime ose disa të mira që i kam përjetu në studimet në Turqi, janë këto. E para është që e kam djetë tamam studimin studim. Çka po du me thonë me këto është që në Kosovë nuk e di, po të jepet një farë ndjesie që nuk je të studiu, je dyqysh vështu mundu me nëzon afate, provimet, me mbrimi me i kry gjitha me ko, edhe kryq kjo është një farë presionit që ty nuk të len me shiu tamam studimin thellësisht. Ndoshta për shkak që drejtimit që kom pas qef soma rrënjësisht me imësu gjanat, mënyrë që me i pas sa ma të fresta, baziket edhe të qëndrushme. Edhe pse dojsha, nuk mëjsha për shkak të provimit një mas një. Edhe u dashke me mbrimi për theku, veç ato që ka u kërkoj që nashta për provim. Edhe pse, do me thonë ka qenë një periudhë kur veç 8 uri kom bojë gjumë edhe gjithë pjesën e tjetër ditës kom studiu. Në Stamboll ka qenë një ndjenjë tjetër se e kom shiju tamam studimin. Profesorat, edhe pse kanë spjegu turqisht, literaturën e kemi shfrytzu në gjuhën angleze. Edhe me të vërtet që qasja aty në më ka pëlqy shumë, ta jepshin
kohën, mundësin, problemin, edhe e kom mësu edhe e kom përvetësu mas shumë të gjatë studimeve të analizuarit, kritik, racionalitetin edhe gjitha ato që ka bojnë një matematik ma stabile. Që kjo më ka pëlqy shumë se e kom shiju të studiuarit. Që kjo është njëna prej dallimeve që e kom përjetu në krahasim me Kosovë dhe Turqit, paktën përvojën teme personale po e flas. Ndërsa pika e dytë që kisha pas qef me cek është resurset që ofrohen për studenta. Sa isha në Stamboll, ajo që kam ka pëlqy shumë është që për pas bibliotekës që e kemi pas në kuadër të universitetit, biblioteka tjera kanë qenë në dispozicion për neve, kanë qenë papagesë, kanë qenë 24 orë të hapura, ka pas hapësira për studime më të thella dhe hulumtime që është dashur më u bë, janë ofru për këta studentë. Do të thonë ti veç puna se ofrohet mundësia. Mandej edhe ambienti që aty në bibliotekave ka qenë shumë i mirë, do të thonë nuk ka qenë ambient i zymt ku ti lodhesh edhe të merr gjumi të studiu, po je kënaq. Njëna prej bibliotekave të mia preferume ka qenë Rami Kytyphanesi, dhe ka qenë veç 2 stacione të tramvajit larg shtëpisë time. Ka qenë një ambient çaq i mirë, sot që unë kam pas mundësi me marrë edhe vajzën me vete, kur i boni diku afërsisht 3 vjet e gjys ose 4, ka qenë një ambient super i mirë. Vajzën e mesha me vete, ajo e ka pas hapësirat e veta ku ajo ka mujt me lujt, lyshin shah, lujrat të ndryshme të inteligjencës, edhe u angazhoj ke me lujrat e veta, e të njëjtën ku edhe unë studiojsha. Kjo ka qenë një lehtësim shumë i madh për mua si non. Edhe do të thonë që kam di veten të keq ose që kam nevojë për një vend po s'është mu afru. Edhe qitë mundësi e kom pas, mandej edhe krejt kjo, do të thonë ka qenë papagesë. Është shumë lehtësim për studenta. Edhe kjo pjesa kur vajza e ka shfrytzu, do të thonë pjesën e lojrave. Po, papagesë ka qenë, do të thonë. Edhe njëjtën kohë për studimet, për mas saktësisht me thonë gjatë hulumtimit kur e kom bo për temën e diplomës, mentorja ime ka qenë shumë e afërt me mu, edhe ka qenë shumë në dispozicion sa herë që unë kom pas nevojë për sqarim, për ndihmë, për çka do qoftë që kom pas nevojë, qasje në resurset të cilat mi ka ofruar ajo, mandej edhe gjithë ky procesi temës diplomës, mandej ka qenë edhe një punë thuja që e kom bo, sepse veç miratimi për temën e diplomës, mandej procesën në të cilat kaloj ke për verifikim, angazhimi, pastaj vlerësimi her pas hershëm që u bëjke nga mentorja, ka qenë shumë përvojë e shnosh për mu, vërtetimi për plagiatur, e gjitha këtu shumë përvojë e mirë. Ka të dash zoti që kom arrit me zbulu edhe disa formula me thonë, edhe cilat kanë qenë shumë të vlerësume mirë edhe prej profesorve jashtë universitetit ku unë kam qenë, prej të cilëve mura dhe rekomandimin pastaj edhe punimin të temës e diplomës me prezentu si publikim shkencor në njënën prej konferencave ndërkombëtare atje në Stamboll, e që krejt kjo ka qenë, dhe me thonë, një përvojë që të përmbush, po edhe e shijon maksimalisht gjatë kohës kur ti pe bën çato. Edhe sendi tjetër që kisha pas qef me përmend janë hapësirat relaksuese që ofrohen. Kur i përmenda ma herët që ato momentet e dorëzimit edhe të lodhjes, me të vërtet që thjesht ka njëherë ki nevojë dhe veç me pa një vend ku ti kënaqesh pak. Edhe unë natyrën gjithmonë e kom dashur edhe e du hala. Edhe ka njerë veç me marrë një tur me bu prej Karaköy deri në Skydar, me pa të përëndim diellit, atë aromë detit me ndje, ta largon stresin, ta largon qatë lodhjen, dinamikën, krejt këto e ki një moment kur ti mundesh me ushliru. Edhe me të vërtet që krejt ajmalli, krejt që tu angazhimit që ti i e konë të i ndje, po ki ku me u relaksu edhe ku me u shpraz, me thonë. Edhe është lehtësim, është kogja lehtësim për njeriun. Këtu po mungën që ajo, vërtet që ka shumë pak hapësira gjelbruse, hapësira rekreative për trit, për studentat, për ata që po punojnë, po janë të angazhum, shpresoj që ka me u rregullu pak. Po, kjo
okej, këto ambientet relaksuese që mund të varren për njeriu, është okej, deti është diçka tjetër që nuk e kemi. Po çka mu mas shumë ti po mendoj që nuk e kemi edhe që është më se e nevojshme, edhe të kisha sugjeru ty me u marrë me këtë pjesë, besoj që ja kish vlejt, është që kjo pjesa e bibliotekave, do të thonë për nanat të cilat i kanë fëmijët e vegjël, do të thonë është një opcion nevojë jashtëzakonisht e madhe, edhe një mundësi shumë e mirë. Pse? Sepse nana lirohet emocionalisht, nuk ka presion, mundet mul diku me mësu, edhe mandej pjesa tjetër lirohen edhe gjyshet, sa automatikisht do më thonë dikush po duhet me u bloku për kujdesin ndaj fëmijëve, kështu që mendoj e gjithsesi si ide. E kam mendu, realisht edhe e kam mendu, po se di, kur të koft hajrë, kur të koft kësmet, inshallah, po e kom vrej që është një nevojë e madhe, se edhe gjyshet për janë të angazhume. Do me thonë, kjo në gjyshet së kërju ko ma heret, ka prej gjysheve që janë të angazhume edhe anën tjetër, edhe ti po ki qef me pas fëmijen ofër, ti po punon, po angazhosh, po studion, qka do quf një angazhim që e ki, po të njëtën ko e ki edhe fëmijen të në ofër, që ti po je sigur që ajo është sigurt, edhe pas disa ove pra bashkosh, edhe gjeni rahati, je relaksu me psikikisht, që mu fokusu sa ma shumë të qajo punë me cilën jetu u angazhu për momentin. Edhe shpresoj që e realizojmë. Të pjesa e qoft njerëz të përreth, do të thonë që i keni pas, po njëkohësisht edhe pjesa e universitetit ku ju keni studiu si shqiptar, çu jeni pranu, se çu jeni po? Kjo është një prej pikave edhe që muj me thonë pse e kemi zgjedhur Turqinë për studime. Gjithmonë e kam prit mirë vlerë. Momentin që e kam kuptu që jemi shqiptar, arënavut si u përmend ke fjala, kur nuk u kona i ngrysje ftyrës, për kundrazi na kanë mirë prit. Apo arënavutin atë, i kanë dëshprejet që njihen edhe... E që i vjen ajo? I nati shqiptarit, që jemi i natë gjore dhe këmgullës. Edhe gjithmonë na kanë përkroh. Po morë parasysh, ka njëherë kena taku njerës thjesht në tramvaj, ose në lagjet ku kemi banu ka pas shqiptar. Na ka ra me banu në 2 lagjet të ndryshme, në fillim në Bajram Pasha, pastaj në Gazi Osman Pasha. Në të 2 lagjet ka pas shqiptar, bosnjak, plot, sa dush. Edhe gjithmonë kemi pas përkrahje. Quft veç me bu mohabet për qefi, edhe për krahet e tjera. E mbajnë mend në apartamentin e dytë kur jemi vendos, e kemi pas një kojshike, ka qenë shumë e mirë, zoti është përbleft, në kohën e Covidit, pa i kërku heq. Dhe më thonë, kojshia jonë, ajo me prej ardhje ka qenë bosnjake, po buri saj ka qenë shqiptar, edhe nusja asaj turke. Dhe më thonë, një farë miksi i 3 kulturave në një shtëpi, edhe kër ishtë periuda e Covidit, në ajo periuda e karantinës ku detyru me umbyllë. Edhe veç e kemi një trokitje ndirë, po vjen edhe na ka jap një shumë të hullave, pa e kërku. Dhe me thonë, fakti që po ta ofron një ndim, hiq pa e kërku, për neve ka qenë shumë madhështore, edhe që kjo konë, jo veç që kjo rast, edhe të tjera plot, që jam bind edhe kom kuptu shumë vlerën e kojshisë të mirë. Me të vërtet që jemi kënaq me ta. Kur nuk na kanë bo me undje si të huj, edhe pse na ishim të huj, e na mungoj ke familja jonë, po shumë kanë qenë të afërt me neve. Gjithmonë na kanë plotësu një farë mungese që e kemi ndje për familjen, thjesht jemi kënaq. Çfarë do lloj kërkese, nevoje që kemi pas, kanë qenë shumë të afërt, edhe veç me shprehjet e fytyrës tyne na kanë afru. Dhe me thonë, nëse shkon ti në Turqi edhe je shqiptar, si e huj. Sa mirë, sa lehtësim. Po Albulen, kjo përvoj, dhe me thonë shumë e bukur, po qka ju kthejt në Kosovë? Qka ju boni mos me vazhdu tutje, dhe me thonë me i përfundu studimet edhe mu kthy? Fillimisht vlerë, prej momentit parë që kemi vendos me vazhdu me studiu dikujt jashtë, kur s'ka qenë qëllimi që atje me mbet. Gjithmonë që plani jonë ka qenë po shkojmë, po studiojmë, pe krymë që ato që ka e kemi plan edhe kthehemi prap në vendin tonë. Ama sa ka me zgjatë që këtë qëndrimi jonë atje, kur nuk e kemi caktu edhe specifiku. Thjesht që kemi lënë rjedhës, kohës, punëve që shkojnë edhe me po. Tu pa tu bo. Edhe në këtë mënyrë kemi vepru, dhe me thonë, afërsisht na ka ra me qëndru 6 vjetë e gjysë në Stamboll. Para se me vendos me u kthy, nuk është që e kemi vendos
ta prap, me njëherë. Na ka marrë kohë dikun 1 vit apo 1 vit e gjysmë derisa vendosëm u kthy. E para është që na veç i përfundum studimet, punën, angazhimet që ka i patëm plan. Mandej i kishim do synimet e tjera që mendojshim me i realizu këtu në Kosovë. Bashkëshorti synonte me hap zyrën e tij të arkitekturës, gjë edhe cilin e ka bë. Pastaj edhe mu ofruan disa mundësi për punësim këtu në Kosovë. Edhe vajza kishte me fillu klasën e parë, e isha në atë dilemën që ku me ja fillu. Nëse veç e fillon klasën e parë këtu, pastaj po mendoj në Stamboll, nuk isha qef që më mësu me gjuhën turke shkruajnja, sa fillon lexim, mandej ktheu në Kosovë, ndërpreja, riktheje. E gjitha këtu s'kisha qef me ja jap që të barë fëmijës tam. U desh me marrë një vendim. Ashtu, edhe vendosëm që të kthehemi, po krejt këtu, do me thonë, erdhen në kohën e duhur, me mënyrat e duhura, edhe vendosëm që me u kthy. Për pas kësaj, një edhe prej shkaktarëve kryesor ka qenë që dinamizmi në Stamboll filloi pak me na lodh. Bashkëshorti që filloi mandej punën me pas me më shumë ditë në zyre, e veç 1 ditë e ka pas më duket me punu prej shtëpisë, sa më kujtohet. Distanca për me shku deri në punën e tij ka qenë 1 orë e gjysmë. Shkuarje dhe ardhje, edhe filloi kjo pak më bu shumë e lodhshme. Kështu që deshtëm me pas jetën pak më të relaksume, me qenë se u banem edhe me 2 fëmijë. Kështu që këtu në Kosovë, sot vend punimin edhe shkollat e fëmijëve ku i kemi, e kemi veç me një distancë 15 minuta udhëtim me vetur. Po bo që jeni kthy? 2 vite. 2 vite, okej. Po, 2 vite. Edhe a je okej me kthimin? Po, shumë, po. Nuk i bim pishman. Do me thonë, gjithmonë vendimet që janë pak ma madhore, tentojmë me i marrë mbi racionalitet, me i analizu mirë çka po dojmë me bo paraprakisht, që ashtu qysh i kena analizu këgja mirë para se me shku në Stamboll, edhe kur e kena lënë Stambollin, e kena analizu punën këgja mirë para se me u kthy, edhe nuk i kemi ra pishman as pak. Sot dytë jemi të angazhum, po mundohemi me jap kontributin ton sa ma mirë në Kosovën ton të dashur, po gjithmonë me shumë qef. Albulen, njerëz si jo që studiojnë diku, dalin, ti tha, jemi mësu, i tregove disa detaje të cilave ti nuk ju dha shumë rëndësi, por realisht ato janë përvoja jetësore. Do që tha, është desht me u mësu ma atë dinamizmin e Stambollit që na nuk krahasohem, do me thonë për dishmëria jonë me qatë dinamizm, me qato distanca, po prap se prap ju prej përditshmërisë, përvojave që i keni marrë, e njëkohësisht studimeve, një përvoje të re të studimit, do me thonë në fushat e juja që i keni pas, me kombësi të ndryshme gjatë mësimit të gjuhës turke, do thotë çdo ditë e juja atje ka qenë përvojë, bagazh, spar jetësor, mandej edhe profesional, që është më e rëndësishmja, po dhe jeni kthy dhe po ofroni këto. Do me thonë, na ka njëherë konsideroj që jemi shumë të vlefshëm, po nuk e dim vlerën tonë mjaftueshëm sa e kemi. Ju, si qift, a e dini vlerën në kuptimin që jena kthy dhe po kontribuojmë këtu? Se realisht, ju punoni edhe punoni për financat e juja si familje, si secili prej nesh. Po, a mendoni ndonjëherë që më thonë, na jemi kthy dhe po kontribuojmë këtu, jemi të rëndësishëm për këtë vend, se jemi tu e jap një bagazh profesional që e kemi ndërtu diku tjetër, në një vend si Turqia. Po vlerë, që që përmenda ma herët, veç faktit që kur e kemi bu plan po shkojmë për me u kthy, i bjen që najna të shku me marrë diçka për me pru qëto. Edhe ajo qka unë e shoh vetën teme dhe burin tem, na shpresoj që jemi njerëz që bojnë punë të mira, hajrë mas pari për vetët tona dhe familjet tona, e pastaj edhe për tjerët për rreth. Me të vërtet që më dhimbsen gjithë ata student të cilët studiojnë, i shkrin krejt që to sakrificat e tyne të familjes, shpenzime, lodhje, sakrifica, shëndet, besa dhe shumë prej tyne, veç për me mbri diçka, edhe në fund, kur dojnë me u kthy në Kosovë, nuk kanë ku. Kam pas rastet të tilla që kam taku edhe më dhimbsen se ata nështë dojnë më kthy, po nuk i ofrohen kushtet edhe mundësit. Në anën tjetër, edhe na që jemi kthy, nuk është që
Kosova po të pret me derën qele dhe me senet komplet, edhe me thonë qysh është mas miri hajdeni se juve ju kena prit, as edhe një herë nuk e kena pas këtë përshtypje që doj me pas në qatë mënyrë se na duhemi mu mundu vetë për ata që ka dojna me mbri, edhe vazhdimisht për japim angazhimin ton, po të njëjtën ku e vlerësojmë edhe veten ton që qita që ka jena të e bu, është mirë, ja vlen, edhe jena, inshallah, të rëndësishëm, edhe shpresojmë që s'kena më ndalë. Ti personalisht po punon në kompani softwareike edhe do më thonë gjithmonë AI po më duket po avancon, po hec për para, edhe çka po na thot kohëve të fundit, se ju jeni marrë rjedha na, unë veç qa lexoj do më thonë prej njerëzve si ju. Kur jam kthy prej Kosovës, vitin e parë kam qenë angazhume në një shkollë fillore si arsimtare matematikës. Mirë po pastaj edhe me qëtë zhvillimin e AI-s me intrigoj ke këgja shumë edhe kom pas qef që me kombinu matematikën dhe me thonë me ja jop një farë kuptimi tjetër edhe kom pas qef me provu, gjithmonë jam njeri i sfidave, me provu gjane të reja, me reziku ka pake, qështu. Edhe kom pas qef, kështu që aplikova në konkursin që është hap, edhe do është i zotë ju pranova, sot dhe me thonë jam në atë kompani softverike, mirë është të më shku, sa për angazhimin edhe zëvëndësimin e AI-s, janë do sene që janë të ulecu prej AI, po zëvëndësim total nuk e shoh, po mendoj që përderi sa e përdorim për të mirë, marim edhe rezultate të mira, kështu që në anën tjetër edhe na duhemi me konë pak më të qëndrushëm si qenjë njerëzore që jemi, edhe mos me udhërzu. Qysh po mendon më të qëndrushëm? Po menoj si njerëz, do me thonë, na jena njerëz që po kena emocione, lodhje, krejt këto, edhe s'po menoj që duhemi të më udhërzu qaq let punën tonë me ja falë një makinerie. E me na marrë makineria pa ja falë. Jo, s'kësha thonë me na marrë, tjesh me ja jep një trojt tjetër që po unë ty po të shfryzoj për veti. Qëtë mënyrë. Po ka raste disa të caktume që nashta janë ma shumë teknike që munën më zavensu, po krejtësisht jo, se mendoj. Po, çka mendon Albulen për fëmijët sot që ndoshta dhe detyrat qoftë matematik, qoftë kimi, qoftë fizik, qoftë lektyra shkollore, i realizojnë përmes ChatGPT-s? E thash, kur e përdor. A do të thotë që s'duhet me i lonë, më falë që po të ndërprej. A do të thotë që s'duhet me i lonë me i bo qëta, me ja marrë telefonin dhe më s'me lonë, apo duhet me ndryshu diçka në sistemin arsimor? Sistemin arsimor për me ndryshu ka shumë, ajo është një tem tjetër më e thellë, po në anën tjetër që fëmijët sa me përdor teknologjinë ose që ndihmën e AI, kjo duhet me qenë me kontroll, sidomos të prindit fillimisht. Gjatë kohës kur isha dhe me thonë arsimtare e matematikës, kur e bësha kontrollimin e detyrave, në momentin e parë vrejsha kur përgjigja ka qenë e japun me AI, ose kur ka qenë e japun prej vetë nxënësit. U vrejke me një herë. Edhe unë vetë i këshillojsha nxënësat që po ju mundeni me përdor, po ju duheni vetë më mundu për qatë send, se madje ka shumë raste kur përgjigja jepet gabim. Edhe vetë për qëta thash ma herë ti duhesh me jep qatë dorën tane si qenjë njerëzore, duhesh pa tjetër me jabu një double check qasaj me këqyr a është të shku si pas kërkesës që ti ki jap, me kontrolu, me këqyr e pastaj me përdor, dhe me thonë për të mirën tane. Po, ti përdore, kërkëjen ndihmën, sugjerimin ose një farë start-upi prej sajna, e mandej ti që ndise edhe këta më ndreshe qysh duhet, si pas asaj që po kërkohet. Po, me kërku komplet prej saj, copy-paste, mendoj që nuk është e dobishme as pak, as për fëmijët, as për neve, për shkak që po bëhet një farë mekanizmi që ty tani po të bën të varun veç prej sajna, e që mendoj që është shumë e keqe edhe për intelektin e fëmijës, po edhe për neve të rriturit. Po, realisht, këto që ti e tha, unë e kom vrej gjatë punës përditshme këtu në RTI. Për shembull, unë e kom edhe punë, përveç podcastit, me realizu short contenta, që janë video të shkurta, ku unë e kom me jap një mendim, lidhje me një çështje të caktuar. Dhe normal që konsultona ka njëherë me ChatGPT-n, e pës. Besom që kom pas soher fokusi ma i madh është me marr idenë prej ChatGPT-s, mu më del ma keq. Sinqerisht, do me thonë njerës nuk e këshyri, nuk kanë interes. Në momentin që une
e shkri veten komplet, mendjen teme për me bo diçka, edhe nuk bazona, muj me marr një hint të letë, po do të thonë me qenë e jemja, qaj produkti me qenë i jemi. Unë e vrej so interesant është edhe unë kur e foli shumë ndryshe, kur është e jemja, po edhe ndjehet prej tjerëve se kur ka ma shumë shikueshmëri, tregon që njerëz pe ndjejnë ma shumë edhe pe kuptojnë, ose po ka sens ma shumë. E kështu që kjo po mjep përmëndaj sinjale që, okej, mundet me qenë diçka, po jo shumë qka, ose jo gjithë qka. Pajtuam, dështë pëse aj sinceriteti jonë e ka dhe atë efektin e vetë mandej e ka pa ta që ka po dojmë. Okej, është një tool, një sen që na mune me shfrytëzu, që është në regull, po prapat në gjyrimin ton njerëzor pa s'po arritë efekti as të njerëzit më. Po, edhe qa ke interesant një ditë nuk e di kush më tha pyta ChatGPT-n edhe nuk ke bisedë shumë normale, serioze, tha edhe se tash ta po mnje, ta kur pjove i pyqen, besom që ke shumë interesant, për shkak se po mnje, adin, dhe më thonë një farë trigger në veti po mnje, kush po mnje, adin, qa po mnje, shumë interesant. Është edhe pak e frikshme. Po, din me, a duhet, a është realisht, okej, na mundemi mund jetë friksun ka njëherë, po mundemi mos me pas, mos me qenë një arsye reale, pa duhet mu friksu? Mu friksu, s'kisha thonë, është të frikshme, po ju qatë sa na mu friksu. Na me marë masa, po ju mu friksu. Qëfar masa me marë? Kur po thëmë masa, dhe me thonë, mos me ndo gjithçka, mos me shprej diçka, gjithçka, mos me jap qasje në detaje të rëndësishme që janë tjetës tonë, deri në këtë mos, dhe me thonë, sidomos të fëmijëve, dhe me thonë, kampanje video sensibilizuese për fëmijë që ka qenë, sidomos në këtë epokën kur fëmijët po keq trajtohen, duhemi me pas shumë ma shumë kujdes, jo me i paraqit edhe me i rujt prej gjitha këtyre ekspozimeve, që dikush me qëllime të këqija mundet me qenë djeks, i fsheht, po na nuk e dim. E është mirë me u rujt. Po, Albulen që shpendjen vetën? Shumë mirë. Po, shumë mirë. A e dim se po të pës, dhe po më vjen mirë që po më thu shumë mirë, për shkak se une po ta me fillu podcastin në një form tjetër, po vetëm mos me marrat pozicionin që ti e ki si eftuar, e lash për në fund, për ndryshe sot tërë ditën kam qenë shumë e shqetësuar, nuk e dim duke ta përmenda prakisht edhe ty, po kam nevoj me enda me ty këtu edhe me të tjerët, që me qenë shembull për ne, si RTI, po besoj që edhe për krejt ata, do më thonë që punojnë edhe kanë një hapësirë në media, isha në njërin prej televizioneve në mëngjes, dhe në ora 8 mëngjes, më kushtu mu kohë dikush, unë e vlerësoj ashtë zakonisht shumë. Do më thonë, e kom një shoqa aty te Banesa, që do alim pim kafe, ka njëherë mëngjes, dhe unë e vlerësoj shumë kohën që ajo e ndojnë për mu, dhe ajo e vlerëson kohën që unë e ndoj për ata. Edhe shkova, ishte tema caktune, ndoj për depresionin e paslindjes. Tema shumë e mirë, në aspektin tim profesional, më thonë shumë knasi, se ka temë që ki që ka flet. Po që ka mu më shqetsoj, edhe të pyta ty si po ndjehesh, me dit, a është ndje najherë, të nditën komendu, a o ndje dikush najherë të unë që ashtu, një ndje ekstremisht keq, për faktin që unë falqa për temën, edhe moderatorja që ndreke me telefon dorë. Për mu kom pos raste me qenë pjesë e emisioneve të tilla, ku moderatorja mundet me, po, ka qenë pak e menagjushme, jo me eskalu që ashtu, ku unë e humba, do më thonë sensin, qka po foli, edhe jëm shumë në inat me vetëm, se nuk i thash, apelen të lutëm telefonin, po e lash vetën, me sfidu vetën, edhe unë me dalë, do më thonë, nashta dhe si më dalë shumë kesh, nuk e di se kom po hala, po prap se prap, shpresoj shumë që s'ka mu përsërit as për mu, as për tjertë, po as më pak dikush në studiot tona mund jesh ashtu. Ajo që ka pas ka ndodh, me të vërtet e konsideroj si mos respekt, mandej edhe jo qasje e duhur, edhe nuk
ta jep përshtypjen që s'ka qenë rrjedha me atë që ka pas të ftuar në emisionin e saj. Për ndryshe unë po ndina shumë mirë, u kënaqa. Edhe unë u kënaqa shumë, do me thonë, kur kësar kam histori suksesi të motrave muslimane, për mua është kënaqësi e jashtë të zakonshme e të gjitha femrave edhe grave, të vendit tonë, për mua është kënaqësi shumë e madhe. Një koqire e mirë. Faleminderit shumë Albulina. Shpresoj që e di që kemi edhe shumë çka me fol, po më ka njoftu që kohën e kemi përfundu. Po një me. Po. Kështu që nëse e keni mesazh për fund për krejt rit, cilët janë këto dilemat, a duhet më martu, a duhet me vazhdu me studiu, cilën me bo, cili është mesi, ose çka duhet konkretisht? Po. Mesazhi jam për gjithë ata që konsiderojnë me dalë me studiu jashtë ose e kanë edhe plan mu, veç e kanë caktu, po, let dalin, se është një përvojë që shumë ja vlen. Një si ku një njëri që rrin veç në shpinë e vetë edhe s'del kur, para mendu sa shumë i mungon prej jashtë. E njëjtë nëse ngriti me nivel pak më të nalt, qashtu është edhe na që jena në Kosovë dhe s'dalim jashtë. Një student që veç shkon edhe e sheh një jetë krejt ndryshe me një vend të huj, e mëson një gjuhë të huj, përjeton përvoja të vështira, të zëshme, të mira, të këqija, gjitha këto janë veç gjana që e bujnë më të fort. Një sen tjetër që e kisha cik është që mos me pa kur parën si penges. Unë me burin tem kur kemi shku, asnjëri s'është që kena pas të ardhurat tona vetanake, kemi apliku për mes programit bursës, edhe kemi fitu 2, në atë mënyrë kemi vazhdu për një kohë, pastaj edhe kur kom shku atje, prap kom apliku për bursat e tjera lokale, në cilat organizata pastaj edhe jom punësu, edhe në këtë mënyrë dhe me thonë, s'jena ndalë, po as nuk e kena pa penges kur parën. Kështu që mos këshyni, se studentit që kjo është sen i parë nështë ta që i shkon mendje. Mos ta shohin këtë mënyrë se kër e ki njetin, planin, tani edhe ato tjera që to vinë senet vendet, e qonë zoti riskun. Vinë ka dale edhe, inshallah edhe me bereqet, edhe në këtë mënyrë, kështu që leta provojnë, se është një përvojë që shumë javlin. është diçka që nuk shpaguhet, është diçka që ti e ki për gjithë jetën, sepse të studiuarit jashtë nuk është që ti ki marrë veç studime. Dhe me thonë, unë të vetja ime për pos që e ka marrë një zhvillim edhe një avansim në aspektin akademik, të njëjtën kohë i kam marrë edhe disa ndryshime tjera në vetën time në aspektin personal. Thjesht e zgjenon horizontin për ideja të reja, pranimin e njerëzve të huaj me ide të ndryshme, pa më parasysh aspektin e tyre gjinor, ratësor, kombëtar, e të tjera. Thjesht sheh diçka të re që ti se ki pa. Edhe kjo me të vërtet që ty të kënaq, të përmbush, po edhe në anën tjetër e shijon. Edhe çajo kënaqësi ty të ndjek gjithë jetën. Edhe nëse ki me pas një përvojë të tillë, krejt që ato hjeka tjera që i përjeton, harrohen. Edhe harresa është begati, kështu që ja vlen. Provojeni se me të vërtet është kënaqësi kur mundeni. Normalisht me çaq sa të mundeni, po prapse parën mos e këshoni si pengesë. Faleminderit shumë për këto këshilla, sugjerime. Besoj që kanë më hyrë shumë njerëzve në punë. Faleminderit shumë Albulin. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe prej teje shumë. Mirupafshim në episodin e radhës.